Mirëmëngjes të gjithëve, uroj të keni nisur një ditë sa më të bukur, edhe pse në Tiranë të paktën ka qenë me reshi shiu këto orët e para të ditës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Je bërë shumë e bukur sot. Mos ma thuaj ti mua, ta thash unë ty. Faleminderit, po ti je aq më e bukur dhe aq më mirë çdo ditë, më Janil. Si je sot? Si të nisi dita? Faleminderit, mirë. 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 Le të përshëndesim dhe anvisat. Ti urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe ti ftojmë këtu tek këndi joni gatimit për të parë recetat që përcjellim për ato sot. Çfarë do të bëjmë sot ne? Siç e shikoni, ju i shikoni vetë dhe përbërësit. Për më tepër që ne i thamë edhe ti. Po, patjetër. Ne thamë ç'do bëjmë sot. Ashtu, kështu që mund ta bëni me mish viçi ose edhe me mish deri. Nga të dyja do me thënë këto, ose njërë ose tjetër mund të pregatisni dhe mënyrën se si do të atregojmë pak më vonë. Është vërtet një recet shumë e mirë, një recet që fillon tani dhe na shoqëron gjatë gjithë dimrit. Po, e vërtet, atë po mendoja, ti pike një pjatë dimri që dhe ditën sot i ri shkëlqyshëm. Dhe ndërkohë Hanila nuk është se mund të bëhet vetëm me mish, mund të bëhet edhe me karote edhe me njëro riz, flas për lakrën, Po. Mund ta bëjmë me copza mishi ose me pak mish të grirë, ka mënyra të ndryshme. Lakra, do me thënë gjatë kësaj sezoni, do me thënë të dimrit, përdoret gjërësisht dhe vërtet është mirë ta përdorim, sepse i dim shumë mirë vlerat ushqimore që përmban lakra. Dhe mos të ngelemi këtu, sepse duhet të fillojmë gatimet që tregojmë në fund të përfunduara. Por do themi edhe se çfarë do të bëjmë tjetër. Ta ikim se ndjeva dhe erën, Anila. Kam bërë bukë mistri. Bukë mistri, po edhe këtë e tham djevë dhe të prezentuam shkurtimisht që do të kemi edhe një bukë mistri. Sot që Kati e ka pregatitur të parën më herët për të ndjerë tek ju kështu të përfunduar. Sa e mirë duket. Aromën e mirë. Shumë e mirë duket. Dhe ne do të sjellim mënyrën si përgatitet në recetë të dytë. Do merremi dhe avullin. Dhe me këtë gjellën e lakër, mua më duket se shkojnë shumë të dyja. Po jo vetëm. Jo vetëm, jo. Kjo dhe me një copë djathë, Unë me djathë, me kosë, mund të luim tani me pak gjallpë, që të marri një aromë dhe një shije, për ta këtem nga tjetër që kemi në qikë se në gjatë më bukur. E kemi bërë pak si me luk, shtu si. Edhe të kuloj, faktikisht bëhet kjo. Edhe të duket bukur. Edhe të duket edhe bukur. Jo vetëm ajo buka. Dhe kjo është një bukë mistri tradicionale dhe do të tregojmë mënyrën se si do ta bëjmë këtë bukën, që kemi arritur deri këtu, por e rëndësishme sot është ajo që këtë bukë ne do ta bëjmë përshesh me qumësh, me njomës, me pana, do me thënë është qumshi që është me më tepër yndyrë, e di më neve tani më. Nëse nuk kemi pana, mund ta zbëndësojmë me pak kosë. Që bëhet me këto tre përbërës edhe bëhet, do me thënë, një përshesh që na kujton atë kulloshtërën e bagative që kur bënte, do me thënë, si ta themi më Anila? Bagatia. Bagatit, qoftë delet, qoftë ai qumshi i parë. I bagative, që ka dhe ato vlerat, ai qumshi i trash. Atëhere, nisi me lakrë, na duhet mishi qepa, erzant, domate të grirë, salcë koncentrat, uthull. Uthull, po, uthull, Anila. Në lakrën që e kemi larë, pastruar dhe ndarë në pjesë më të vogla. Kripa sigurisht, piperizi, duhet Anila të ndezi sopën dhe unë të merrem këtu, do me thënë të filloj me lakrën dhe të them se si bëhet kjo lloj recetë. Faktikisht, fillimisht fillohet duke përgatitur mishin, pra salcën e mishit, dhe më mbrapa pastaj neve jemi gati për të bërë edhe këtë pjesën e sa të ngrohet pak tenxherin. Po, sepse sa ndezëm, po. I hedhim edhe vajin. Të hedhim. Faktikisht nuk është një gatim që nuk është bërë, por mënyra se si do të bëhet dhe hapa se si do të tregojnë është ajo që e bën gjellën të veçantë dhe e bën ashtu të lidhur atë salcën e mirë dhe të shishme, domethënë. Kjo është që ka një sekret edhe gatimi kur përgatitet. Këtu lakrën e kam të larë dhe madje unë e vendos në një enë më të madhe faktikisht me pak uthull brenda kur e vendos që të qëndroj lakra. Dhe kjo shkriferohet, si që nga uthulla, bën një të tillë, do me thënë, shkrifërim. E kuptoj. E plus që çfarëdo gjë që mund të ketë në përmbajtjen, që ndodh ndonjëherë, bëhet disinfektimi në masë, do me thënë, i lakrës. Dhe kështu si që kemi tani, do ta vendosim në anën tjetër të sobës që të na ul vëllimin. Pasi ul vëllimin, do ta spërkasim prap me pak uthull. Uthulla i bën shumë mirë, i jep shije, edhe i qëndron mjaft mirë lakrës, sepse lakra vjen pak si e ëmbël dhe uthulla është ajo që i jep atë shijen e mirë. Andikon dhe tek aroma gjatë zjerjes? Patjetër dhe tek. Lakra dje që ka dhe atë aromën karakteristike që shumë njerëz nuk e kanë qef kur zjen nëpër shtëpi.
Nëse për spinakin them që nuk duhet vënë kapak, këtu e kemi të domosdoshëm, domethënë për të vendosur kapaku që me avujt e saj ajo të bëhet, nuk ka nevojë që të shtojmë ujë brenda. Dhe nuk do të më pëlqente lakra që të zihe, por e dua lakrën që ta vendosim, domethënë kështu pa ujë, të mbuluar me kapak dhe ajo të zihet me avujt e vet. E kuptoj. Të ulvëllimin. E kuptoj. Dhe pastaj do të hedhim salcën që do të përgatitet nga Tani, mishi. këtë tenxherën ta kaloj nga soba tjetër? Po, Anila, faleminderit. Pra në të njëjtën kohë do fillojmë përgatitjen e mishit më vete dhe lakrës më vete. Pa ujë dhe pa asgjë tjetër, thjesht mbi sobë. Vendosim edhe racionet e mishit. I bëjmë domethënë një kavërdisje nga të dyja anët. Dhe kam këtu edhe një gjethe dafin që ta lë pak për më vonë. Dafina është pjesë e recetës, lakra e do. Po. Ndërkohë, për aromatizus, do me thënë të kësaj recete, unë kam këtu kokra bahari, që duhet të themi që çfarë janë këto kokrat e baharit. Kemi thënë dhe herë tjetër që janë ngjasojnë me piperin, por janë kokra më të mëdha se piperi dhe për shije, kanë atë shije ndërmjet kanellës dhe karafilit. E kanë një shije të lehtë, si mund të them, dhe shumë të mirë. Shumë të mirë, jep shumë shije dhe kombinon jashtë mase në tek lakrat, në mënyrën se si neve do ta përgatisim. Sigurisht që do të kem gjethe dafine, se është ajo tradicionale që përgatitet me gjethe dafin, do me thënë lakra. Edhe piper, kam vendosur pak krip atje, kam piper të kuq speci. Më pëlqen të bëhet ky kombinim me salcën piperin e kuq edhe me domate, të cilat i kam kthyer në pure. Gjithashtu kemi edhe qep, kam 2 qep mesatare, do me thënë të vogla ose një qep të madhe për të përgatitur këtë recet. Gjithashtu kemi dhe një luk të supës uthull. Këto janë përbërësit që do të duhen për të përgatitur këtë recet. Shumë thjesht, por mënyra se si do të bëhet e bën atë që thash pak më përpara që bën të veçantë këtë lloj gatimi. Siç e shikoni. I kthejmë nga krau tjetër. Dhe me qënë se neve kemi tenxheren e madhe, do t'i hap anash këto pjesën e mishit, që të na theto, me thënë kavërdiset edhe nga ana tjetër, dhe në qëndër të tenxheres do t'hezë qepën. Me njerë sa shumë mishi ka lëshuar të aromën e mirë, na ka ngel një sopës qepë, supës ka problem. Ke grirë me makina ato? E kam grirë në makinë, si kam për me dorë. Por e shikon që dora nuk gabon ndonjëherë. S'ka si dora, do me thonë dhe tjetër shije jep qepës, por unë nga që nxitova sot e bëra zakonisht unë e pres me dorë qepën. Po. Mirë, ndërkohë që i duhet pak kohë tenxheres të filloj atë kavardisjen e mirë, si thua, i shohim pak recetat? Po, patjetër. I shohim në ekran recetat e shkruara, cilët janë përbërësit që ne do të gatuajmë mishin me lakër. I ka prezantuar Kati, sigurisht që në fillim ashtu sikurse ka nisur edhe gatimin e kësaj gjelle tradicionale, dhe këto janë të gjithë përbërësit. 800 gram mish, një lakër mesatare, një qep, një luk salcë, një luk piper të kuq speci, 2 domate pure, një gjethe dafin, 4 kokra bahar, krip, piper dhe vaj. Dhe sot do të cillim gjithashtu, ne nxorëm nga furat pjekur dhe do të tregoj mënyrën se si e kemi përgatitur për shesh me bukë misri. Bukën kemi bërë dhe për bukën na janë dashur 500 gram miell misri, 100 gram miell gruri. Okej, kemi përbërësit e përsheshit tani. Një bukë misri, 1 litër, rima aty pak sa ta mbaroj recetën, një luk plur pjekës, një luk krip, ujë të ftohtë dhe gjysmë filxhani me vaj. Kjo recet ka edhe pjesën e saj të dytë, ku aty do të kemi të prezantuar përbërësit që duhen për përsheshin. Pra bukën pasi e kemi bërë, do ta përdorim me 1 litër qumësh, 200 gram gjizë pa krip dhe 1 filxhan pana. Tani me qënë se jemi tek përbërësit, unë do doja gjithashtu t'ju tregoja se cilët janë përbërësit që ne, produktet që ne zgjedhim për të gatuar, dhe në fakt tek buka
edhe tek përsheshi kemi të pranishme, po e nis me këtë bukën plot shije që me siguri është zgjedhur mielli i mistrit i verdh, sepse ka edhe ato ngjyrën karakteristike që dallohet, sigurisht që është zgjedhur mielli Ola, mielli i mistrit i verdh, i miksuar dhe me mielin për çdo përdorim, meqense siç pat edhe në recet duhet bërë një përzierje të dyve, sigurisht në raport më shumë miell mistri, e natyrisht që mielli Ola dhe kompania Atlas për të gjithë ju edhe për ne këtu vjen në treg në të gjitha marketet mbar vendin me një gamë të gjerë të produkteve të saj dhe mielli vjen gjithashtu që nga ai i pari në listë dhe më i domosdoshmi në kuzhinë, siç është mielli për çdo përdorim, por nëse doni të përgatisni pica, Ola vjen me një miell posaçërisht për atë brumin e shkrifët provolume dhe shije që pica e do. Nëse doni ëmbëlsira, keni paketimet më të vogla në ngjyrë të verdhë apo të kuqe në emrin Farinap dhe jo më kotësh Farinap, sepse brenda nuk ka vetëm miellin, por ka pluhurin fryrës që i jep volum atij kekut dhe aromën e ëmbëlsirave të preferuara sipas shijes suaj. Nuk mbeten më pas mielli integral, mielli bio me paketimin jeshil e të tjerë variante të miellit. Dhe meqense spunto mora pikërisht nga receta e dytë, ne do të përgatisim gjithashtu, pasi kemi bërë bukën e mistrit, dhe një përshesh që do të jetë me bulmet kryesisht. Dhe sigurisht që vendin e parë të qumshit dhe të gjithë në produkteve të tij e mban kompania Lufra, dhe ne do të kemi në recet një pjesë të mirë të produkteve të saj, si qumshi, njomza, nëse doni panën mund ta zëvendësoni dhe me kosna, tha Katerina. Djathi i bardh, i lopës apo i dele, djathi i kaçkavall, në copë apo i grir, kosti në paketime të gotave më të vogla, me përqindje të ndryshme i ndyre dhalla, gjithashtu jo vetëm në shijen e saj klasike, por edhe në shijen e kastravecit. Kefiri vazhdon të jetë një produkt që po bën namin, që është e vërteta, dhe qoftë nga kurioziteti, po qoftë edhe nga vlerat ushqyese që ka si një probiotik i shkëlqyer, konsumatori shqiptar e ka bërë të vetin me një herë. Do të doja gjithashtu që t'ju kujtoja se cilat janë vezët që ne përdorim në studio, që dërdërisht nuk pas kemi vezë sot në recetat tona, edhe pse përgjithsisht i kemi, por ama o Vitalin e kemi në shtëpi, sepse nuk është e thënë që të gatuajmë domosdoshmërisht me vezë, mjafton të ziejmë një kokër vezë për të nisur mëngjesin, për të bërë një omlet të shpejt, shumë shpesh nuk kemi kohë të gatuajmë kur vim në shtëpi, edhe pse jo një omlet me perime apo me një sallat me domate, edhe kryejmë vaktin e ditës. Sigurisht duke zgjedhur vezën më të mirë, me cilësi maksimale në 4 stinët e vitit, me paketime që nga 8 deri në 15 kokra, vezë të bardhë apo të kuqe në logon e Ovital. Dhe meqense jemi te këto recetat apo gatimet e shpejta, apo përgatitet e vakteve në pak sekonda, që është e vërteta unë ka me shumë qejf për shkak të ngarkesës që një pjesë e mirë e zonjave ka në përditshmërinë e tyre, dhe janë salçiçet vudi, ato që naftojnë të hapim frigoriferin dhe të përgatisim një sanduiç, një paninë të shpejt për ta marrë me vete fëmijët në shkollë, ne në punë, pse jo, për të shijuar atë që Aja na sjell, dhe është jo vetëm ushqimin, por të marrim edhe gëzim teksa konsumojmë, sepse vudit kudo që janë, bëjnë një festë të këndshme. Anila, sa bukur që i the. I them se i përdor edhe vetë prandaj. E the për vezët që si kemi në tyrez, por nëse do na dali koha, do me thënë nuk ishte veza. Vez, gjiz, speca. Jo, nuk i kemi në recet, thashun se në frigorifer kemi Ovitalin, pa tjetër. Jo, them që nuk është problem. Për me vezët janë ato gatimet e shpejta të qastit, por që në situash janë të shëndeshme, japin shumë shije, dhe kur kemi bulmet, kemi vez, kemi në perime, një bashkëpunim do me thënë të tyra. Doli një recet. Mbaroj dreka. Tani, neve këtu fillimisht thamë që vendosëm racionet e mishit, dhe është mish që t'i kalojmë do me thënë nga të dy anët të bëhet një kavërdisje e mishit. Dhe më mbrapa këtu kemi kaluar do me thënë duke shtuar edhe qepën, që është e vërteta unë nuk hodha krip dhe do t'i hedh pak krip tani në këtë moment. Dhe mbasi atë që bëj gjithmonë në qendër, unë gjithmonë hedh të salcën, edhe dëgjoheni këtë këshill. Faktikisht bëjeni kështu se si unë ju them, se vërtet të gjella juaj do të ketë një tjetër shije dhe do të bëhet shumë më mirë nëse e bëni këtë veprim dhe nuk e hidhni ashtu direkt në tenxhere, duke shtuar dhe e shkrir me ujë të ftohtë. Urdhëroni. Për lakra nuk ka nevojë, volumin e ka ulur, ja, po e shohim tani, pra ishte tenxheria plot.
dhe nëpërmjet avullit e kanë ndihmuar që të bie. Atëherë janë. Ndërkohë që nxori dhe shihet e saj salsa, jemi në momentin tani që të shtojmë këtu, kam edhe piper të kuq, kam baharin, kam piper të zi, do të hedhim dhe këtë gjethen e dafinës. Tani për zjerje, edhe momenti tjetër është që do të shtojmë me njëherë edhe domaten të cilën e kemi bërë pure. Ose të grirë në rende, ose edhe në copza, në kubik të vegjël, duke hequr pjesën e cipës, por mua do të më pëlqente më shumë që t'ishte kështu domate pure, se do të bëj një salcë pak më ndryshe, por jo se nuk mund të vendosim, do me thënë, edhe në kubik të vegjël. Edhim edhe salcën. Gjellën. Tani kjo duhet të rritë marri, do me thënë, një varë, domatja. Kati, gjellën me lakër ti nuk e fillon e baron në tenxhere, nuk e kalon në furr, apo e kalon në furr? Të gjellën, jo, nuk e kaloj në furr. E fillojmë dhe e përfundojmë këtu. Ajo që është, do me thënë, do të bëhet zjerja e mishit, lakrën do të kemi neve gati, do me thënë, ashtu si që kam vendosur, pastaj do të bëhet, si thua, i bashkojmë të dyja këto, për bërë, do me thënë, lakrën dhe mishin, dhe i lëm të qetësoj, do me thënë, për 20 minuta me gjysmë ore akoma, në zjarë të avashët. Edhe shumë e rëndësishme është pasaj edhe mënyra e zjerjes së mishit, që do një temperaturë të ullët në mesatare, sa mishi, do me thënë, të ngelet me lëngjet e veta, jo të shtojmë shumë ujë, ajo që unë këtu mund të shtoj, të paktën gjysmë filxhani është mjaftueshëm, dhe kjo varet pastaj edhe nga mallësia e mishit, por deri në një filxhan të çajit ujë, jo më tepër. Është shumë e mjaftueshme sepse edhe lakra s'ka nevojë për ujë, ka vetë ujë. Kështu që një filxhan me gjysmë filxhani idealja për mua do të ishte. Mos na notoj pastaj. Nuk dua të notoj. Idealja për mua është vetëm gjysmë filxhani, do me thënë të çajit. Është mjaftueshëm. Dhe shumë e rëndësishme është pastaj që ta vendosim në temperaturë të ulët në mesatare, që të kemi të përfitojmë një salcë të mirë, mishi të zihet mirë dhe të, do me thënë, të tretet, të bëhet ashtu si që duhet, dhe lakrën e kemi gati pastaj me lëngjet e veta lakra, me lëngjet e veta mishi, bashkimi, gjysmë ore më mbrapa që ta lëma shumë temperaturë të ullët përsëri, dhe do të keni një gjellë që nuk di se sa e mirë dhe sa e shishme bëhet. Edhe pse themi lakër, por se keni ide. Tani, këtu te pjesa e lakrës, unë do të shtoj edhe një lugë që tani e hedhim, një lugë uthur. Po, e hedh këtu. Pra vetë lakrën, pas që ta vendosim në tenxhere, e lam të pushonte, sigurisht të larë mirë edhe të ndarë në copëza të vogla, në një enë me ujë dhe me pak uthull. Pas vendosjes në tenxhere, pa lëngje, pa ujë, thjesht ashtu si qishte, është momenti që t'i shtojmë përsëri uthull. Se e shpërlajmë pastaj nga uthulla, nuk e lëm. Kur e nxjerrim, do me thënë që e lëm në ujë me uthull, e lëm për pak, do me thënë, pastaj e shplajmë. Pra jo uthulla e parë ka ikur, nuk se nësë mendoni që po egzagerohet me uthull. Jo, po. Një lugë të supës uthull është mjaftueshëm. E lëm tani që të avulloj ajo era e uthulls, ulim temperaturën dhe e lëm në qetësinë e sobës, që ajo të zbutet dhe të jetë gati për ta bërë atë bashkimin. E kuptaj. Do ta lëm tani neve këtë për momentin, duke e mbuluar me kapak më, dhe do të ulim temperaturën, që ajo të jetë aq sa duhet, do me thënë të jetë në nivelin e dur të tretjes. Tani, në bukën e mistrit e kemi bërë, me kohën jemi besoj diku tek 6 minuta, 5 minuta, mendoj që mund të filloj me recetën e dytë, apo do përgatisim brumin e bukës së mistrit, si mendon? Unë them të filloj me përsheshin, dhe bukën e mistrit të tregoj më brapa. Në fund. Sepse edhe përsheshin nuk do të harim kohën që ta përfundojmë, por thjesht të tregojmë mënyrën se si bëhet, me që se kemi bukën gati. Në rregull, ashtu e bëjmë. Fillimisht do të hedhim në një tenxhere, do të hedhim qumshtin. Qumësht, dhe do të vendosim qumshtin të ngrohet. E hape? Sot e hapa. Hedhim qumshtin. Hedhim kajneset tenxhere në kemi të vogël dhe pastaj në tenxhere më të madhe. Pra... E heqim, vendosim të na ngrohet. Ndërkohë këtu, një thik lute manila. Do ta përsheshim. Kjo është okej? Po, faleminderit.
Do të ndaj me duar? Me duar. Të gjithën? Në lë pak. Jo, nuk do të hedh të gjithën, sepse ajo s'merr edhe të duham neve nuk na merr. Okej. Sa e mirë ka dalë për ta shohim që ka brenda? Tani, ajo që ngelet, Po? do ta thërmojmë. Si bëjmë për shesh? Po, ndaj quhet për shesh. Ja. Tani kemi edhe të ngrohtë, zakonisht bëhet me bukë të ftohtë kjo, prandaj vendoset qumshi gjithashtu, po prapë edhe kështu, nuk e thërmojmë fare, e kemi domethënë në copca kështu. Në këtë mënyrë, një aromë të mirë pas ka buka. Shumë e shishme bëhet kjo lloj bukmisri. Edhe pasi do ta thërmojmë, do ta hedhim brenda te qumshi, do ta lëmë të zi pak me qumshin, dhe aty brenda në fund fare do përziejmë ajkën me gjizë, dhe do ta hedhim në fund duke trazuar që ajo të lidhet. Edhe të bëhet ai kose themine, të bëhet tamam si ajo kullostra e dikushme. Bëhet shumë e mirë. Mirë, jo, po të dëgjoj me shumë vëmendje. Dhe aty mbaron. Dhe aty mbaron, dhe shërbehet. Ashtu siç është domethënë me atë bashkimin atyre të dy, aty mbaron, aty shërbehet. Okej, mirë, ja, do ta shohim. Është shumë e thjeshtë. Po neve kemi fikur këtë Anila. Ka fikur. Jo, e kemi në temperaturë të ulët. Ta ndezë edhe këtë tjetrën? Apo jo nuk e do? Ja kaq. Kaq, okej. Po, faleminderit. Ishte në temperaturën e lakrës, kështu që presim se qumshi të na ngrohet. Pak, domethënë nuk s'ka nevojë shumë tani sepse është buka e ngrohtë, kështu që nuk na prish punë. E hedhim këtë bukën brenda tek qumshti. Do hedh edhe pak fare. Edhe e kemi gati pastaj për të shtuar të pjesën tjetër. Është mjaftueshëm, në fakt. Okej. Edhe mos ta hedhja. Tani marr një lugë druri unë që ta përzije. Ta trazojmë. Ta trazojmë. Do ta trazojmë sa ajo të filloj që të marri val. Ndërkohë sa të na bëhet gati kjo, unë do të përzije këtu. Përgatisim këta. Kemi pana. Kemi edhe gjizën. Në t'i bëjmë mbrapa që të na shikohen. Edhe aty kam një lugë Anila që t'ja përzijemi. Lugë normale. Po. Me gjizë, që është gjizë pa krip. Okej. Nëse edhe kjo e përzij. Bëhet, do me thënë, na sjell atë iden e kulloshtërës. Ta e të gjithën faktikisht. Një krem bëhet kjo. Në momentin që fillon që të valoj ajo, do ta hedhim avash avash, duke e trazuar dhe ajo të lidhet bashkë me bukën e misrit dhe me qumshin. Dhe bëhet si një... Shumë e mirë duket. Ideja, kombinimi. Shumë, bëhet, nuk e ke iden, do me thënë, në momentin që e shijon, se sa e mirë dhe sa e shishme bëhet. Ja, do ta provojmë. Zakonisht e zihet, do me thënë që zihet kjo, sepse duhet, do me thënë që buka të zbutet. Dhe kur kemi, do me thënë, bukë misi që është e ftohtë, ka nevojë për më tepër që të zihet. Por edhe kështu, duhet të zihet buka që të ke, do me thënë, të tretet. Neve bënim kulloshtërën dhe pastaj bashkonim kulloshtërën e ngrohtë me bukën e misrit. Mirë, po tani, nga që nuk është kulloshtër dhe është bashkimi i gjizës me panën, bëhet në këtë veprim që të ketë mundësi të na sjellë atë trajtën, të zëvendësoj atë kulloshtërën e dikushme. Që shumë, do me thënë, për fshatra, e përdorin akoma edhe sot, me kulloshtër përveç se bëjnë këtë bukën, do me thënë, këtë përsheshin, bëjnë edhe gatime të ndryshme, sepse ka një shije shumë të mirë, bëjnë që mushtora, bëjnë byreqe, bëjnë byreqe që bëjnë me makaron, me gjizë, me kulloshtër, do me thënë, edhe me vezë, e djathë, pra ka mënyra të ndryshme që pregatitjen dhe bëhen. Ta lë pak këtu edhe të kaloj pak të tenxherja, sepse duhet të shtoj pak fare ujë, atë që thash në fillim fare. Tenxherja ka gjellën me fillimin e gjellës me lakër. Lakrën e kemi vendosur në një ran, në krahun tjetër kemi tenxherën me mishin, me domaten, e grirë, salsën, erëzat, qepën, gjithashtu, dafinën. Pra mishi po gatuhet më vete. Edhe duhet ujë i ngrohtë. Ujë i ngrohtë. Okej. Marr një lugë tjetër.
E përzijem tani dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që të vendoset tani të zihet në temperaturë të ullët në mesatare, që të na bëhet një saltë shumë e Kati, mirë. ne do duhet të shkëputemi, sepse është momenti të ndajmë. Unë mendoj që vazhdimin e përsheshit e bëjmë kur të kthehemi. Patjetër që do ta lëm kur të kthehemi dhe neve do të na bëhet edhe buka e misrit më e mirë, do të jetë më e tretshme, kështu që do të jemi fiks në momentin që do të kthehemi. Kështu që ju mos u largoni, ne kthehemi përsëri në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në studio, jemi drejt për drejt, në vilën tonë të përditshme, në mëngjesin tonë me gatime, me ide, me aromë, me shije patjetër, siç janë dy recetat që Katerina ka sjell për sot, tradicionale. Po, patjetër që janë tradicionale, janë gatime të cilat i kemi bërë her pas here, po këto truket e vogla, domethënë, këto janë që bëjnë ndryshimin në mënyra se si përgatitet, sepse të gjithë dim të bëjmë mish me lakër, e përgatisim sigurisht nëna tona dhe gjyshet tona, por gjyshet tona kanë pasur një sekret. Është ai sekreti, me thënë, i zjerjes në mënyrë të avashët gjellën. Dhe ajo ishte gjithë sekreti i shijes së mirë që bënin gjyshet tona. Por, edhe këtë pjesën e uthullës ato e përdorin. Tani, një tjetër gjë që dua t'ju them, që mos ju vi aromë shtëpia nga lakra, sepse lakra në fakt sjell një farë arome në shtëpi, edhe shumë nuk e pëlqejnë. Në uthull do të vendosni një letër, është diçka kjo, që të letrën, do me thënë, edhe kur frigoriferin na merë pak aromë nga ato gatimet e ndryshme ose nga gjërat e ndryshme që vendosim ne në frigorifer, që nuk kemi të kujdesum të ambalazhojmë, dhe kjo është që pse na vjen ndonjëherë erë frigoriferi, mund të vendosni një letër kështu si që e kam laguru në uthull dhe të vendosni në një cep të frigoriferit dhe përsëri do të largohet ajo aroma e keqe që ndodhë ndonjëherë që mund të marri frigoriferi. Dhe që të kemi të njëjtën gjë në shtëpi, që mos ndjejmë të aromën e lakrës, tek tenxheria ku vendosim lakrën për të bërë gat, do me thënë që të zbutet të ullë vëllimin, do të vendosni përsëri edhe këtu një letër të lagur me uthull dhe ajo me njëherë do të heqi komplet atë aromën, do me thënë, të lakrës, erën e lakrës. Ne tani jemi në momentin, sigurisht që nuk e kemi bërë atë zjerjen aq sa duhet të mishit, por duhet të tregojmë, do me thënë, bashkimin e tyre, që të tregojmë në fund pastaj edhe pjatën të servirur. Ndërkohë, ja të vendosim këta Nila dhe pastaj dhe kemi aty. Gati, mos duhet ta ulim fare, është bërë një gatim, këtu kemi bukën e mistrit. Sa të vendos lakrën unë këtu? Ndërsa kjo përzierja, në të cilën buka është vendosur e bërë për shesh, është me qumësht, njomës, ose gjizë pa krip, dhe pana. Janë përzirë bashk, edhe në kemi gati. Unë po e ullë edhe pak, se nuk e di pse nga fluskat më duket se është okej e bërë. Do të përgatisim gjithashtu edhe bukën, ne e kemi bërë, e kemi treguar në pjesën e parë, pra ka një pjesë e gatimit, ja, sa e mirë është bërë, ka kaluar deri tani, dhe po ju kujtoj se mënyrën se si është përgatitur kjo masa këtu, me qumësht, me gjizë edhe me pana, do mund të gjeni në pjesën e parë të videos që do të hidhet pak minuta më vonë në YouTube, në kanalet tona zyrtare, në Villa 24 dhe News 24. Atëherë të dashuran visa, pasi do me thënë bëhet bashkimi, sigurohemi që ta kemi të vendosur lakrën në brëndësi të lëngut dhe tha me lëngjet e veta duhet jetë mishi. Lakra pothuajse është bërë gjysmë gati, do ta lëm përsëri në temperaturë të ulët në mesatare, do dhe prap gjysmë ore kështu të qëndroj, do me thënë që të lidhet me salcën lakra dhe të shijohet dhe të na bëhet një gjellë shumë e mirë dhe e shishme. Të lutem Anila, më jep, do me thënë, temperaturën kështu se unë nga që vendosa të dy tenxheret. U fik, po. Mu fik. E lëm tani që të na bëhet. Sa e do? Lëret e pesa faktikisht që mos të as të ullës se duam, por ju në shtëpi lëreni të treshi, do me thënë atje është më mirë, 2-3,
janë ato temperaturat më të ulta të sopës që e kemë mundësi që të bëni atë gjellën e mirë, të mos përthej tani më gjella dhe të ndajet salsa dhe të iki ajo shia dhe të prishet ajo pamja e gjellës. Duhet temperatura e ullët, ajo të ketë do me thënë të zjeja avash që të përthithet ajo lëngu në brëndësit e lakrës edhe të bëhet shumë e mirë dhe e shishme. Ajo është që e ajkos gjellën, nuk është as mielli, as niseshti, as orizi, as gjë. Në këtë mënyrë bëjmë një gjellë shumë të mirë që ta kemi qeft që ta konsumojmë. E përfunduam këtë. E përfunduam, pas pak në minutat e fundit do ta tregojmë edhe në pjatë, i rikthehemi për sheshit me bukë misri. Tani këtu të dashur anvisa, si që pat juve në fillim fare, neve vendosëm qumshtin të ngrojë dhe hodhëm bukën e misrit. Dhe kjo bëhet kur buka e misrit është e ftohtë. Ndërsa kur është e ngrohtë e hedhim një herë, dyja rëndësi ka që kjo do me thënë të bëhet si thua zjerja e bukës së misrit, që të ketë të trajtën ja. Të ketë ndjesin e bukës së misrit, mos të bëhet fare papare, si themi ne, të shkri komplet, ta ketë këtë ndjesin, kështu të bukës, edhe tani është momenti i fundit, që do të shtojmë edhe këtë. Këtu kemi bërë pana me gjizë të freskët, e kam bërë unë. Dhe e hedhim duke trazuar. Kjo është tani që do të bëj atë shien më të mirë. Edhe do të nga bëjta mama ashtu si kullostra. Kjo është një recet që shërbehet, jo e kam fjallën është në formën e një mesoreje në tryez? Jo, nuk është mesore, kjo është një mëngjez i mirë, dhe me thëmë të konsumojnë, po, hajt kështu kjo. Thash mos ishte... Jo, kjo konsumojnë kështu, hodha një qikë më tepër unë nga jo, po s'ka problem, se nuk duham bukë, kjo është qeshu. Tani sa të marri një val, nuk duham që të ashu, thjesht e trazojmë, duhet jemi sipër, është fikur kjo anila prandaj. Unë jam keq me sobën, nuk ja kam... Shko, soba mirë ishte me të vetën, se e kishte të vatra këtu, e cila ishte të dyshi. Ne kemi 2 vatra zjari, te cila unë të vë më parë. Ku ta kesh më mbarti? Ashtu, ja kështu tani, sa ajo filloj të marri një val, e kemi gati për ta servirur. Pra duhet të marri një val që të lidhet bashkë me bukën e misrit, por që edhe këtu, prap kemi atë kujdesin që ta trazojmë deri sa ajo të filloj të marri val. Nuk do ta lëm tani, ta lëm këtu mbi sopë dhe ta ashu, sepse ndryshe ajo pritet. Edhe prap, humbasim atë shien që duhet të ketë edhe atë, si tuash, strukturën e mirë që duhet të ketë pregatitja e përsheshit. Ka sekretet e veta. Si e bënin çobanët që arinin që të bënin atë kulloshtërën e mirë, rinin me lugë druri, si për mbi kulloshtër e trazonin, sa ajo të fillon të mpikë, se edhe kjo të njëjtën gjë do. Nuk duhet ta lëm të valoj. Edhe Anila mund të lëm këtu ti, apo... Po, jo, s'kam punë. Se s'ke punë, thjesht të na e trazor, sa të ashut, marrë dhe unë lugën në tjetër për ta serviru, se kjo do të trazoj dhe do ta serviri, dhe të fillojmë të bëjmë edhe bukën. Po, do bëjmë edhe bukën, pra brumin e bukës për të mbërritur, për ke buka e pjekur, sa do t'jetë raporti i miellit të misrit me atë të grurit, dhe si do të përfundoj derisa të bëhet një brum, trashësia është e rëndësishme për ta parë pak, edhe trashësia e brumit do me thënë. Sa të, do me thëmë, filloj me ato fluckat, e para është gati. Tani, në le të hapim këtu mielin e misrit, kemi miel, misri, miel, gruri, edhe do të kemi edhe ujë. Shkoj, kate? Tuk. Në rregull, hajta servirim dhe atë mos ta lëmë që të... Faleminderit, Anila. Tani, ja, është ajo që ju thash, që kjo më pikë, se shiko, si bëhet, kremoze. Edhe nuk pritet që të ndajet, si tu ashtë të bëhet ujë. Kjo është dhe gjithë sekreti. Një përshesh që të mbani mëndë. Provojeni në shtëpi tuaj dhe vërtet do më falenderoni. Ato që nuk din të bëjnë, se ka dhe zonja që din të pregatisin këtë lloj recet. Të lutem, Anila, falenderit. Nga është si origin kjo recet, e ke iden, apo? Që është e vërteta, nuk, do me thëmë, kjo është recet tradicionale, të gjithë të e bëjnë. Por, mua më shion shumë dhe përdor vetë jashtëzakonisht shumë. Jo, se më vjen natyrshëm kështu si një pjatë e ngrohtë, ideale për zonat e ftohta, dhe kur thua edhe baktia, kullostra, të sjell ato idenë e zonave malore. Por thash që në përfshatra e bënin kur, do me thënë, ishin ato që delet, kishin ato qumshin e parë, lopa qumshin e parë,
me thënë ishte në ato kohë që ashtu, por neve sigurisht që mund ta bëjmë në këtë trajt dhe të na japi atë idenë e kulloshtërës së fshatit. E kuptoj. Bëhet shumë e mirë, shumë e shijshme dhe e shëndetshme mbi të gjitha. Është shumë, si thua, një përshesh i shëndetshëm. Provojeni dhe vërtet do më kujtoni. Këtë e them me garanci, që do ju shijoj dhe do ju pëlqej shumë. Shumë mirë. Tani, bëjmë bukën e mistrit. Si do ta bëjmë ne bukën e mistrit? Na duhen gërshërët që të hapi mielin, shumë thjesht mënyra ashtu, duhet kemi ujë të ngrohtë që unë kam aty Anila, ja du marr. Jo të valuar faktikisht, e them gjithmonë se ky lloj miell e bënin nëna dhe gjyshet tona me ujë të valuar, sepse kam thënë gjithmonë që mielli ka qenë më i ashpër, sado që ta sitnin ato, përsëri ishte i ashpër. Dhe që të zbutej ai, duhej patjetër ujë i valuar. Ndërsa këtu s'kemi nevojë që ta kemi shumë të valuar, ta kemi të ngrohtë vërtet, po jo të valuar. Tani unë do të hedh këtu, e kam më të vogël atë, unë do t'i bëj me sy, juve ju kam dhënë domethënë gramatura. Që do t'i shohim pas pak përsëri, për ju që si keni parë në fillim, kur të kemi një moment pauze, do t'i shohim të gjitha. Nëse do të kemi 500 gram miell mistri, do të kemi 100 gram miell gruri, domethënë 100 gram, ja një grusht. Edhe me sy bëhen këto se janë receta tradicionale, janë gatime të cilat e kam thënë gjithmonë që në kuzhinë nuk ka nevojë për gramatur. Do shtoni pak më tepër miell, do shtoni pak më tepër ujë, shikoni, është një gjë që do të bëhet një brum pak më ashtu se brumi i kekut. Pak më i lëngshëm, më i hollë, më i trash. Pak më, aty tam pak a shumë. Do ta shohim, do ta shohim. Tani nuk është. Do shohim me sy edhe e kuptojmë. Hodhëm edhe mielin. Tani këtu, për ta ndihmuar, shtojmë një lugë baking powder, që të japja të mundësinë që të rritë vëllimin, të mos ngjeshet. E kuptoj. E zbut. Edhe të hedhim një lugë të çajit të krip. Nëse ta marrë këtë lugën, ta trazoj. Ka mënyra të ndryshme, neve radhën e parë kemi bërë këtë bukën e mistrit me qefir. Tani do ta bëjmë me ujë, sepse do ta bëjmë për shesh. Kështu që s'ka nevojë të shtojmë brenda asnjë gjë. As vezë, as qumësht, as kos, as gjë, se ka mënyra të ndryshme që përgatisen ambisat, nuk është asnjë gjë, domethënë gabim, secila e bën sipas mënyrës së vet, edhe sipas asaj dëshirës, domethënë se çfarë, dhe kemi dhe vaj. Të marr ujin e ngrohtë, dhe do të vazhdojmë me mbrumin e bukës së mistrit. Ti edhe pak vaj ulliri. E mira është me vaj ulliri. Nëse nuk keni, nuk ka problem, mund ta bëni me vaj të zakonshëm. Po sigurisht vaj ulliri kombinon, shkon. E shikoni se bukë mirë e mielli mistrit e do pjesën e ujit, e përthith direkt. E vërtet, edhe vaj. E hidhni në mënyrë graduale, edhe e shikoni ju pastaj se sa duhet. Ja, kjo do dhe pak fare akoma dhe kemi gati. Nuk do një gjë, do me të në shumë e thjesht për të pregatitur dhe më vjen keq të them përse qoftë visat e vjetra sigurisht të pëlqen, por vajzat e reja për shumë, pse mos ta bëjnë. Ja, një brum i thjesht. Edhe s'ka nevojë që edhe të punohet shumë. Është gati. Ajo që më duhet, të lyej pak tavën. Ta rrotullojmë. S'ka nevojë, e bëj dhe me dorë tani. Ashtu si e bëjnë gjyshe dhe nëna tona. Edhe unë jam kundër edhe këtyre dorezave që thonë që duhet vëmë doreza. Në shtëpi nuk përdorim doreza. Brumi nuk përdor doreza, kuzhina nuk është. Janë, e kam thënë gjithmonë, në kuzhinat të cilat janë kuzhina gastronomike dhe në kuzhinat e doreza zakonisht vendosin kur ke ndonjë gishtë të prerë, ndonjë gjë që duhet me patjetër, për çështje higjiene. Jo se sigurisht që në shtëpi është e pa mundur. Ti shtoj edhe pakës fare ujë se e thithi. Ti bëm një fet buka saj pjatës aty kështu për lezet, Anash. Po, mund t'ja vendosësh, Anila. Dekorin ta kam lënë ty. E pra. E kemi gati. Ja, një brum i derdhur. Në të njëjtën mënyrë bëm edhe atë brumin
e bukës tjetër që neve pregatitëm. Me të njëjtat për masa? Jo, sigurisht që kam bërë me më shumë miell aty se... Pra, si ta bëm, të janë kështë. E shtrojmë tani këtu. Do ta lyejmë dhe me pak vaj. Do bëjmë atë si të duoni, do me thënë që mund ta bëjnë. E lyejmë me pak vaj. Vendosim gjërat në përvënde dhe kur të përfundojmë me shtrimin e... E thash edhe pak më përpara që kjo gjë bëhet edhe për ta ajrosur, që buka mos të ngelet qu. Me thënë këto që bëhen, qoftë edhe me piru, qoftë me këto. Tani një letër ta fshi pak. Furën e kemi të ndezur më përpara në një temperaturë 200 gradë. Edhe varet si pasaj 35-20 minuta më vajte ajo, se është me madhe. Diçka këtu po. Po do marrë këtë pamjen këtu të kësaj buke që ne kemi. Ti hedhim dhe pak miell misri sipër se më pëlqen që ta kem kështu. Kjo do tjetë pamja përfundimtare e bukës që do gatuani. Dhe pas pak, do shohim në recet për bërësit të gjithë. Kjo është buka është bërë shumë e mirë. E misrit. Gjithmonë kujdesemi ta fshim edhe pjesën e tavës, se kemi gati për ta vendosur në furr. Tham 200 gradë temperatura, 30-35 minuta për tavën e vogël që kemi neve. Të lumë shënduar. Të lumë shënduar. Shohim recetat në ekran. Ju kujtojmë edhe një herë për bërësit për bukën e mistrit, për përsheshin, edhe për gjellën me lakër e me mish. E kemi nisur me përshesh me bukë mistri, kemi në ekran për bukën e mistrit pra çfarë na duhet dhe janë këto përbërës: 500 gram miell mistri, 100 gram miell gruri, një lugë pluhur pjekës, një lugë krip, ujë të ngrohtë, gjysmë fixhani vaj. Pjesa e dytë e recetës është kjo. Pra për përsheshin, bukën e kemi bërë, e kemi pjekur, edhe më pas do ta plotësojmë pjatën me 1 litër qumësh, 200 gram gjizë pa krip dhe 1 fixhan pana. Mënyrën e përgatitjes ne e shpjeguam, sigurisht në recet kemi 1 litër qumësh, ne përdorëm gjysmë, sepse nuk kemi bërë të gjithë bukën, ju e panë që përdorëm gjysmën e bukës dhe gjysmën e litrit të qumshit. Receta që do të shërbejmë në pjatë tani është mish me lakër, 800 gram mish, 1 lakër mesatare, 1 qep, 1 lugë salcë, 1 lugë piper të kuq speci, 2 domate pure, 1 gjethe dafine, 4 kokra bahar, krip, piper dhe vaj. Okej, kjo është receta. Sigurisht me mishin, nëse ju duket shumë 800 gram, së është pak shumë mish? Jo. Shiko, ne vendosëm nga 200 gram për person. A që ke vendosur? Nëse duam që të bëjmë më pak, mund të vendosim. Edhe nga 150 gram. Edhe me mish të grirë bëhet shumë e mirë lakra. Bëhet shumë e mirë, është tjetër lloj mënyra. Të thash, bëhet me mish të grirë, mund të shtojmë edhe një dorë oriz brenda kur e bëjmë me mish të grirë. Me mirë bëhet ashtu. Është mënyra tjetër. Thash që tani gjatë fillojmë sot neve kështu. Edhe gjatë ditën e parë e përdorim mishin, ditën e dytë na ngelet më pak, e coptojmë. E bëjmë fije, e përdorim në stupë, e përdorim. Ka mënyra të ndryshme. Kështu që në varësi të ekonomisë. Neve bëm të bollshme, me shumë bollë. E kemi ditën e parë të pazarit. Kështu që ju e zgjidhni vetë, nuk ka unë thasi të jap se kur thot do hedhim 300 gram. Po ti kush do ta hapër para ato 800 gram shenë, po? Kështu që e themi në këtë mënyrë. Tani, si e kemi kohën se unë bëjmë kohën, po kemi 1 minutë kohë, ajsa për të treguar në pjatë, e lëmë ditët në vazhdim, ne këtu jemi, dhe pa diskutim që kemi kohë mjaftueshëm të sjellim tek ju receta pa fund, nga e hëna në të premte, një orshin e parë të transmetimit jemi në kuzhinë, kështu që çdo ide që ndonjëherë nuk na del koha ti përfundojmë në minutazhin ton të caktuar, i spostojmë për një ditë më pas. Edhe mjafton që t'ju kemi ju që na ndiqnim dhe gjysma e punës sonë është e kryer.
Shumë e mirë duket. Bëhet, vërtet bëhet e mirë, e shishme. Unë ndjej aromën tani qoftë edhe të gjethes të dafinës që kam hedhur, edhe kjo. Por imagjino kur ta kremit që ta lëm ashtu më tepër se si unë ju thash, që do të bëhet akoma edhe më e mirë. Shumë e mirë duket. Unë kam shef edhe me shumë piper të zi, lakrën. Mund t'ja hedhësh tani, Anila. Jo, se unë do e ha atë. Thjesht pjatës time, thash, i shtoj shumë piper të zi. Anila është gati, më pret. Me letër. Po e di që do t'a kërkosh, dhe më thua, është t'a fshi pak. Edhe e pastron, Anila. Hop. Faleminderit, Anila. Të lutem. Të lumë shënduar. Faleminderit. Edhe këto pikat e di pse bien se s'është përfunduar gjella, se po të përfundoj, nuk do ketë nevojë fare ajo për pjesën e atyre pikave, kupton? Shumë bukur. Të lumë shënduar. Edhe gjella këtu, do me thënë. Shiko se sa mirë duket këtu. Ja, këto janë aq lëngje, nuk dua më tepër. Po. Pra e patë se sa pak ujë kemi përdorur gjatë gatimit të kësaj gjelle dhe përse duhet të ndiqni hapat që Kati na tregoi, gatimin e përgatitjes së mishit të salsës më vete dhe atë uljen e volumit të lakrës dhe gjysmën e zjerjes së saj më vete. Kemi përfunduar me kohën, unë të falenderoj shumë, Katerina, të lumshënduar edhe për sot. Faleminderit shumë e dashur, kënaqësi që çdo ditë ndajmë këtë emision bashkë, është ajo që them gjithmonë, kam një, si thuaç, një bukuroshe këtu në krah, edhe më jep shumë kënaqësi dhe më jep atë, si thua, dëshirën për t'i bërë sa më mirë dhe prezantuar sa më mirë për ju të dashur anvisa. Ja, këto ishin gatimet që neve e përgatitëm për juve sot, shpresoj që edhe këto të zënë brenda natyrezat tuaja familjare. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur në vijim dhe miru takofshim nesër këtu me ide dhe receta të reja. Miru pafshim, kalofshi bukur, ju dua shumë. Ditë të mbarë, Kati. Nesër në orën 9 njëherë në kuzhinë me ide të reja, gatimi edhe shije që nisin Villa 24, tani është momenti të shkojmë në një hapësirë publicitare, e më pas unë zhvendosem në këndin e të ftuarve për të pritur miqtë e ditës së sotme, ndahemi vetëm për pak minuta.